Transmetohet në librat e dietarëve se Imam Aliu radiallahu anhu dhe më pas edhe Imam Shafiu rahimahullahu ta'ala e kanë thonë një fjalë që e kanë konfirmu këtë fakt dhe këtë të vërtet. Ridha nasi la tudrak. Kënaqësia e njerëzve është diçka e cila është e paritshme. Ai i cili provon me i botë të gjithë njerëzit me qenë të kënaqur me të, duhet ta dinë se ky është një mision i papërmbushur. Është një mision që asnjëherë nuk ke mundësi me realizu. Dietarët islam në kuadër të kësaj fjale dhe këtij parimi kanë përmend edhe disa gjëra tjera. Ridha nasi la tudrak. Kënaqësia e njerëzve është një sfidë e cila nuk ka mundësi të arrihet asnjëherë. Wa ridallahi ghayatun la tutrak. Pastaj thot Imam Shafiu, ndërsa kënaqësia e Allahut duhet të jetë një objektiv, duhet të jetë një qëllim që asnjëri prej neve nuk duhet të neglezhoj. Do të thotë për me arrit kënaqësinë e Allahut duhet të jetë objektivi që të gjithë ne e synojmë. Pastaj thot Imam Shafiu, fatruk ma la yudrak. Ajo e cila nuk arrihet dot, ato që s'ke mundësi me e kap në jetën tënde, leje, mos harxho energji për rreth saj, se është diçka që është e pamundshme të arrihet. O adrik ma la yutrak, ndërsa ajo e cila nuk lihet, ajo që pa të nuk bën, atë provo me arrit dhe energjinë tënde shfrytëzo dhe harxho përballë asaj e cila nuk lihet, mirë po duhet të arrihet.